po shka një veç 3-4 mujsh 1.200-300 euro. Edhe shkon, edhe gjithmonë se vjetat që ku janë atje në fund, janë vjetat e mirë, dalin vjetat e mirë. Po i mojna me mjek. Sa po bën çike lup? Sa për shembull nëse du me ta vleçë ty sa po më shat. Po çike lup, po edhe unë nuk jam për mishit sot, po çike lup sot. Një po çapore ta ble. Po, çike lup nër 2.5 nuk del. Të paktën minimum po them. Nër 2.500 euro. Jo. Jo las del pe ori. 2.500 euro ti domethënë. Se kjo sot për sot ka veç tomel, domethënë është pa veç. Po. Me qenë se viqin e ka që atje e kom do, i ka bo do muj, po mirë, e kam nërmen, tash me mojtë dhe kjo vazhdo në apet, jetën e vetë, që thujmë. Të me thë sa vjeta i pasje? E kom në 1-2 që të për mi mojtë, thuje, se... A i shet ashtë ti këta në fund veta? Jo, këta e kam njët mi mojtë për veti. Që të rujzuti, qashtu. Këta i mojnë që shtët, bohen ljop sa hura, së 3 vjetë është ljop. Edhe qashtu shkujnë këtu sene. E sa, e nëse tu me t'i bleq 7-2, sa po mi shet? Ja, nuk po flasëm se s'ti shes. S'mi shet, a? Mos flasëm për den, mos flasëm... Po një po qapore të blejone. Për shpa apet... Në 1.000 euro s'ma jep. Jo, ty i beja. Këto bohen për marak. E sa muj shken falta, 2-3 muj? Po, që ato dikon. Sa që i këm do, i këm lonë qëtu, se këta... Mos e si kam i shit, po. Mos e si kam i shit këta, edhe se janë pak matë... Edhe nuk janë fartmesh, po sugojle, se si dohen pitom një vjetat, binë pak. Se në rojnë hen, e vazhdojnë me tagjije, me këto ishime me cetërsen, pak nalet, jo nalet pak a i mishi edhe rrita që thujmë na, po këta vazhdojnë apet pak ma vonë tani. është këta shkuha që e hys atë pëlqen ty. Ball. Se normal pak edhe pa i dosh, nuk më nësh edhe bashkë më. Ball, kam dashni, pas në Albin Kurtin, edhe në përgjësin në fshat. Ja i duhe në fshatin e duhe, shumë katunin e duhe. Ti do më dhonë përveç Albin Kurtit pëlqen, edhe katunin. Për katunin e, zatë janë me dashtë, isha dalë sikur këta tjerë që jenë dalë, sa banor u konë, s'po flasë katuni, sa banorin e ka pas kej që jenë dalë, shumica e ndalë. Shumica e në metë pak tash i në metë, po edhe isha dalë one, po i duhe shumë fshatin, edhe mos je duhe, du me vazhdu që të jetën. Bashkë me gru edhe me stasmi që i kam. Ne ishin. Po nusja, ka problem kështu? Heq. Jo, a? Nusja ma qef ka me nejt qytë se me shku në qytet. Do me thuj pëlqen edhe nusë? Shumë. Po dhe, ja, po s'kish bon heq pa që si pëlqen asojna. Hysni, aja ke po hajrin bujqësis, edhe blektori? Po, ja, kum po edhe mundet m'ja po qdo kësh. Po unë ja kom njës pak si me... Ma vënë? Po, ma vënë edhe s'kum pas shumë tarna, dhe nuk kum pas një rrugë, se veç një rrugë pak me kam pas në një konër social shumë. Këtë kuhen thuje vitet e mija, që e jeta jame. Po, me kam pas veç një pak që ta një manë, mujur, me gjonë ki fitim sa dush. Me gjonë ki fitim sa dush. Une për veti, po që ditna me këta shqiptar, ku po bojnë tërë veç hygjeme në sheher, në arkes, me një banesa, e për në Kalablak. Une me kam pas pak për krahje për shtallët lëve. Që kom hidis? Me drasa, zdo 3-4 vjetë ka i tërë të e shtuhe. Vetë, mundësisht, po dhe vetë. Si pas mundësive tua. Po, se mu shtu në gjonja, tash hajthash për me rritë në umin e gjome, më do të kemi rritë edhe ahrin. Se kesh në komunë, ja thanë mi pas një 10.000 euro me hidis, njëherë ti tani të i dhonë paret. 10.000 euro. Po mi gjithë 10.000 euro të ndrejqi vetë. Po tani qatë ditë valha e morë ja kom njës. I kom shti qitë dyrek edhe ja kom njës qyshe peshesa. Po, fitim ka fitim qysh ka. Fitim ja ke po hojnë. Po, qëre mi pas 10 lëp, se une për shembull. 10 lëp, çdo familje që ti ka 10 lëp, 10 vjeta, të minimumi në 8.000 euro siesin. 10 vjeta në 8.000 euro siesin minimumi. Plus ku kje gjasin e mazën tjetë, në ato bilmeti që thujmë na, edhe normal që ki fitim, se 8.000 euro në veti, pak familje ka veç, që shofsh. Do me thot 8.000 euro në veti i nëzirë të poqa. Po, tjesin për vjetau.
Pe vjeta ato, po, pe vjeta të paktën I kishe të pare, kur bilmeti tani edhe një ka 5-600 euro, edhe ma shumë herë ma pak tjetë në mujtë, po, edhe, Jetë mirë ka po to ka kipe, shumë këto livadh, shumë I madh. të kena, jenë dalë vllaznia për ma herët që thash për do arsye shumë këto të mungesa që jenë konë dësene, munges uje, transport, jenë dalë pak pe katunëve, jenë shku në për qytete, kem tokë, ka gjashëm, dykon rreth 5 hektar janë pënu me livall, po flasë që ashtë, që e pënoj, thuje, po sa ma shumë me pas, ma mirë është, po qa me bon? Një codit batën nuk po dojnë njerës më mirë shumë. Nuk po pritojnë, nuk po dojnë, po pritojnë më mirë me bujqësi, po me blektari. Po, është interesant, se di, që kjo është, nuk e di, pse veç po tërre me dalë, gjithsesi me dalë. Edhe po pritojnë më mirë, po ma mirë e ki më mirë me gjanë që të, me lëptu aje shef në bartone, në shpetone, kur dush, në 8 saati dalë të lëpt, pepi kafën s'dalë, në 8 dalë të lëpt, 1 orë e gjysë në sabaj I krym, me gru e bashk, lëpt I miljo me ratojmë, edhe dit me dit je I lirë. Dit me dit je I lirë, ka dush, shka tani, ka dush, në mramje kje që ashtë 1 orë, pak ma pak kje punë në mramje. E pse po menojnë që ka shumë polak muj njerës me dalë mërge, me dalë me lëshu katunin, qa I kishe thonë një njës që veç këshyrë mu largu? Jo veç rinis, po nështë edhe njerëzve që janë. Po gjdo, po të si molli, si vogli, sot ka do që qka në dhe që të ka me ardhë, në thojmë që ashtë. Po edhe qka tjetra, ma mirë bre mu bo shef në shpitone, në punë tone, në tokë tone, e me lëp tua. Unë e shumë arsye e shë vetën që të me jetue, që ku këm këtë të tokë, që peshe, para mas shpijes anena, e pënoj vetë, sa moj. Po, pse me më grahë mu dikush të konë migrahën e vetë veti, kur duhet dalë të gjonja, 1 orë e gjysë e kry qitë punë, në sabah, kthejna mramje 1 orë ma pak, a dimnit, po, dimnit është pak ma ngarkum, se ka pleh na thojmë me hjek ma shumë, edhe kanë angazhim ma shumë mjë qitë gjonve, 3 henditje, duhet pakten, edhe ujtë, nëjse, ujtë e kanë mrena. Unë tash të e bona një logaritje dhe dilshin rreth 40.000 euro që ki pasuri të lëbëve dvitave bashkë. Kjo pi bjen që I edhe ti këgja një farë busi, një farë shefi. Jo, bre. Pa si unë e munën, kanë mujtë mu bozë, edhe këta që jenë konë këtë. Edhe këtë në për fshatra që I lëshunë, fshatrat, kanë mujtë me konë, si unë zdo kështë uje. Kanë mujtë me konë, po dojnë mjë gra dikush. E ko dënë më të gra dikush, du me shku që shtë. E po do me thonë që na për këshyrum, na nuk kena qef me konë shefi vetës. Po, ma mirë është. Po për njerëzit hysni që e dojnë bujqësin, blektorin, po nështë ta për shkak para gjykime dhe të shumë ta, ose nuk merën në atë pjesë, qa ki për mi thonë? Ka tokë, e dënë, po thjesht nështë ta se kanë këshyrë shumë me nënçmim fatkeqësisht këtë punën e bujqësisë blektorisë, qa I kishe thonë aty në që kanë perspektive dhe potencial me zhvillu këtë lloj biznesi? Po unë e kisha thonë mu këthyje, në vend vetin se kush, në për fshatra, edhe pak me morë një krah të bujqësisë për I komunave, për I shtetit, në animujnë e mërë zotit, besoj që kanë më në për kraha neve bujqësive, blektarive, ka pak sa shaljanve, edhe më merë, unë për veti kom grunë çdo vjetë 1000 grunë. Unë e buka nuk e di a sa është sëtë. A di sa e di unë sa është 1000, na thujmë, buka. Unë e di veç në vetë, e di sa për afërsisht kur të shkoj me ble faren, herë edhe ble edhe faren, se gjithë nuk e ble në faren e nali tem. Çdo vit e 1000 grunin, unë nuk e di sa kushtoj 100 kg miell sot. Bilen veti një vëlla, pesu e dije, veti sa është 100 kg miell, thash vallai 45 si vjet ke fara, po çato sillet 100 kg miell 45 euro. Po pse unë me blej more? S'pe blej miellin, se pe miell vet, unë miell çdo vit. Edhe ai tjetri mundet me miell. Se çdo secili që e ka, secili katunor, pe pas 50 ari tokë nuk e lën e ma shumë. E ka mujt secili ka mujt 50 ari mi miell grun, 15 ari bashkë edhe mos më bo mishtjaqe në sheher me nga, me blej pas të ligjane spece, mille, buke, për vallaj, mjenë gjynapi buke, me keshë. Veç unë e bukën e furës,
bashkë me sa dhëmë socialit, unë i thëmë socialit, me dhëmë socialit nuk hajt, me sa dhëmë që pingjesin. Po këta janë shëtë të dhëmë, nuk, edhe këta harbuke, të lopec. Bile njerë, aty këtu, Ramazanu, për ka një 2 bukë, i blinë, ka tena qështu, se hajtë din niftarë që për i pike në bukët. Edhe mos me zgatë, i marrë ka një bukë. O, s'hahet. Sahet buka furës? Sahet, pa pike, i thash pëse vlas, për 5 litru. Vëllaj, tha qështu për i dojnë, po i dojnë shqiptarët. Veç bukë furë që ato, hajtë në gago. Po pridojnë asenet ma të shpejta, ma të daqme, po pritojnë gratë me qitë. Qa po menon ti që po pritojnë me bobok? Ne të pritojnë, gratë pritojnë, është e vërtet, se gratë zati unë e menej që edhe shumë vena gratë i kanë qitë pak familjet në shërë. Pse po thushtu i kanë qitë gratë? Thamë se do sene i kom po. Ta shusneja keni lanë këtë barën grave. Gruja me bobukën, gruja me u kujdes për fëmijët, gruja me këshyr lopën, me këshyr bashkën. Se bashkën. Edhe janë lodhë nështë ta pak gratë. Po ish gruja jeme për shembull nuk punon si kurone, në traktor dhe i porzit, të livruhe, të ditën. Po tash edhe ato janë lodhje valla. Janë lodhje edhe të minjat, po dhe gratë do të pak me punue për me pas. Këtë dy janë punujnë barabar. Këtë dy janë punujnë barabar. Pas që të në Kosovë dhe në Shqipni, edhe janë do shtete që, do loma shtete që janë, hajtë vesh burri, graj vesh burri. Ja, duhet si barabar. Se në ditë sotit janë drejtat e barabar, ta punën burri punën gruja, po thjesht që the, i kanë qitë gratë na për shehër, do më thonë. Gratë janë konë ato iniciatorët mi qitë familjet edhe burat në përshirë. Ti qështu e the? Po qështu e thamë dhe? Unë po thëmë edhe nashta dhe ju i kini lodhë pa gratë, të ja qitë kejtë borën e shpis edhe... Ani, po menon që ashtu veç. Ja, nashta së është e vërtet, po do me thonë ti. Ja, loj, unë i kum po shumë vena që gruja i ka gra. Hajde se ma mirë është në shihër atje. Ja, po. A i ka dollë ma mira? O, jo si ka dollë ma mirë, jo ma qfarë. Hajde po ullum pak qëto. Unë e shëmë. Edhe për bëjna dhe një. Hajde ullum pak në bari. Shotin rashan. Po, vallahi, se e duhe këtë ven. E duhe këtë ven i lafi sen shumë. E donë këtë ven. Pasha zoti, më gatët shumë gatë nata kër të bëhet sabah me dollë. Mas pojë nëjë, si thashtë dhe ma herë dalë të lëptë. Si tira të i gjonë krejt, tani jam i lirë gjithë ditën, a shkoj në qytet, a shkoj të një dykosh me nejta. A shkoj në të bime të Albin Kurti? Po, edhe këto, po, shë zoti, po. Apo do me na full sot për Albin Kurti, na i sana, as do me na full? Ja, yes. Zdënë sot, po flasëm sot heq, se jena orë pak me nejtë qështu, po, mos jena orë veç për fshat, me nejtë edhe me bolaf për fshat, qështu për gjonë, të kalzova, paka shumë. Po, Hysni, apo të pëlqen kjo punë që për bënë, apo të pëlqen ka tunë? Po qyshja, me latë qefën e qonë në sabah, në jem të punu të një këjshiqa të shkova minimu veç që e poshtë të livru e thash, shkejti një maj, e duhe, ka tunin e duhe me punu e kam krejt punë t'i punojnë në katon. Krejt punë t'i punojnë në katon? Krejt, vallahi, krejt. Që, unë krejt punë t'i i pari i kry, me të milla, me dru, me i shëm, ne si shimi është të koha e qërshori që i kryet për gjonë. Veç këto me të shinë gruja është në heret, të manë krejt punë t'i kry heret, se së më pritet muhe. Që ta harë që tash, që këmë pas me rrit, kjo ka pas vak dhe që tash mu përnu, se tash vënja këna njës me shtilat mrena. Po këta sim e këmë pas që s'ka kur që pe komune, ma heret që kesh ja u përmena një shtalla, një granta, diqka, e pas që s'ka kur që me një herë, ja këmë njës e këmë hitis heret në pranverë. Punë të heret. Ka shumë të dashni për këtë profesion edhe për këtë punë edhe për katon, po do me thonë ti nuk e kishe lëshu rashonin, as për Zvicër, as për Jo, kom pas mundësi lej, në kejtë shtetet me shkua, nashta në kejtë, jo, veç që të Gjermania, Suedia, si ku i kam vlaznine, isha shku më ti. Aji merë me men, muë për zotin, më thujnë, nipa kam në Gjermania, kam mas në Suedi vlaznine. Hajde bre, hajde po shem vizit, qështu që po shkujnë, hajde zë më se bo.
Do me thoi Hysni, me nëzisprat më qunë më ngjas edhe me u kujdes për doktor. Po, si one, gruja, fëmija, me nëzispresë si bëhet sabah, dalim të lëpë të bujësia të tana. Po. Fëmija, do me thoi më pëmbojnë përshtypje edhe fëmija tu, kjo është djali ëta? Po, djali jam. Edhe sa vjeç është? 4-5 vjeç të sillë dikun, 4-5 si ka bo hala. Elis, kalzej kësoj qiks, bab, kalzej djali jam, që po dëtë? Se një kamri. Nalë tash ka me orë doda. Elis? Të më lëp. Pse po të pëlqejnë ty lëp, se i don lëp? Se për, sa ma vinë qëtët. Me qitu më flet, e qitu më viqa flet. Qitu më viqa lëp ta edhe? E qitu të më lull. E punë pore. Bojna pore. E ty apo të vlim bobi sene, kur pëshet një qumshtin e këtu? Po. Po, e qa po të vlim bobi? E djath pëjset momi. Edhe djath po qëtë momi, a? Pi që sajrë vëgëll. E unë i mor me ta bli njën e në lup. Vicin e zi u mor me ta bli. Ani. Anja ma shet? Po. Krejt lëp ta mi shet? Ju. Ju, e pse ju? Qato qate. Qaj liku qate. Njën e në lup ma shet, a? Po. Cilë? Qaj vici qate. Qate pës. E shet ato, si veqit vret, a? E pse po ma shet ka njohë, këto tjera të s'po dënë me mi shit? Nuk, qaja që një është e bordë ato, aja pe vret ato, këto. Këshyre more politikoni. Do me thonë lupën ma të shtirë, do me ma shit mu. Po, për ata e ko. Ku e din mërë kjo ka Po që se vogël. e din aja e shtyn me hun, ka pak i tutët asona i drone, për ata e ko. E që ato do me hek qofe me ma shit mu. Ta o zdame, më jënë ty sa. Qa është të gjallë jam? Po më vjen shumë mirë që ka që i vogël, do me thonë ka që i vogël i runë lopët, kujdeset për to. Po ti që shnihesh si prej? Mirë, normal që mirë. Kur e shese edhe fëmija? Prindi si të shef fëmin që po angazhohet dikon, që po angazhohet në diçka, e po mënohet dikon mu kap, po. Të pëlqen edhe është njësimi. Prindi normal që prindi është krenar kër e shes, pa marrë pasy që mënohet dikon mu kap fëmija. E vërtet edhe normal. Shehaj u shku minon levuja që poshtë për shembull. Po ai fëmija vetë, sa fëmijë jeti, krej do me thonë kujdesen I kam. edhe të ndimojnë. Po. Shumë mirë. Do me thonë vim për shkolle edhe të ta ngjesin dorë. Po, me njerë, po. Hysni, qa kime na thonë ti, neve, për të thonë? Unë kam, kena marrë pak kohë. jo, falimderit për josh, Po. që keni pas kohë, keni gjetë kohë me ardhë, sa do pak më na vizitu se bashkë, s'po vjen kërkosh qaq, më na vizitu e i na met pak me dosenet mrapa metne, thash edhe ma herët për çka, për shumë arsye mungesa të shatit, po ju e ju respektoj, falimderit shumë për josh që ketë, sa do pak na vizitut. Unë kisha thonë çdo kush në të thjet në për venat vetë, sa do pak, punon pak, merret me senet veta e mos shkojnë mu bo blok në për qytet. Mos shkojnë, do me thonë mu blokuna për qytet. Po në për qytete, thashtë dhe ma heret, sa me pas me shkue prej Mitrovicës në Voshtre, apo prej Mitrovicës në Prishtinë, 2-3 orë do të kolon, me konë zhek, pije kesh në dilë, me konë shi, nerdh, edhe e ki kolona. Pse me ngarkue qytetin atë shumë të pas, unë e katuni të keqe s'ka brek, s'ka me katun me natyrë, s'ka, njerëz lypin, këtë dyen lypin natyrë, na shkojnë na blokohem në katonarët, shqiptarët, shkojnë në qytete, blokohen banesa. është më çudit. Ti do me thonë kur si shë shku me? Vallaj, jo asë nërmen se kam, edhe unë po thamë për veti, leje që se kam menen, po më ma falë një banes komplet, se nuk shkoj me banu në banes që heq, po asë një shpi private që kam temen dykun atë që kam referi. Ja. Unë që shtë kam ak hapëcin qëre, shijet Obiliqi, Prishtina, gati atje Bajgora që thujmë na, shë rafshin krejt, dejt e rafshin Dugazhinit atje daluat. Qëre, ato kodra janë larkë atje, i kije, kënene i kije kodrat e malit zi, kënene i kije Qiqavicën, shik sa kilometra sheh pe këtujt, pe prezores teme, ku flej, une, ku rri, Obiliqi doket. Qka pa duene ma shumë? Pamje, syni dënë, dritë, pamje.
shkojnë në banesa. Shpirti do natyrë. Po, natyrë, thjesht. Edhe mu po m'pëlqen për mua është hera parë që po vinë këtë fshat, edhe po m'pëlqen jashtëzakonisht shumë natyra dhe krejt. Po, është një fshat. Përkundër që mungojnë shumë gjana nështë esenciale dhe... Mungojnë këtu mungesat, këtu mungesat i kemi pe njerëzve. Pe njerëzve, komunës, pe qeveritarëve, që shtu i kena mungesat. A natyra është e mirë. Natyra është pe Zoti, është e mirë, është malor. Vend malor, bukuri të papërshkrueshme. Qysh peshe vetë, po. Që t'mlojnë pa frymë. Po. Edhe shkurt e shqip, s'do me lëshu venin thjesht, po kërkon prej pushteteve, që tash të janë edhe zgjedhje domethënë. Po kërkon që me pas parasysh rashonin. Rashonin dhe keq shalën. Jena munges do farsena u këtu nomin, të thash ma heret ujt, që s'po bën pa të heq. Jena munges transporti, jena munges mjeku, munges edhe që besa edhe shkollës, edhe shkolla du të pak halon mi qelë syt. Edhe që kësë fëmija jem, shembull, si të thash, i ka 5 vjetë, vallaj shumë i aftur në shumë sene, s'ka parashkollor. Do me thonë, është 5 vjeçar, do të me qenë parashkollor edhe nuk shkojnë. E pse se përshak mungesës nxënësave? Mungesa e nxënësave, po mungesa edhe e mësejse. U konë parashkollora, po e ne mshelen. E mshelen përshak se nuk ka shumë nxënësa edhe mësus. Po qa ka derë so nxënësa i ka mësusi. Mësusi du të me konë detyrë, so nxënësa i shkojnë me qëta mu mere, me qëta mu mësue. A më është pak edhe fatkeqësi që po braktisëm fshatrat me të madhe. Po qaja dhe? Se për shembull gjithë ky fshat, gjithë ky katund ka mbet me 13 shtëpia, po. Po, ka mbet me 2-13 shtëpia, 5-6 shtëpi. Me 20 nxënësa shkolla. Me 20 nxënësa sa shkolla ka mbet, për shkak që s'jen konë mungesë vjen do sene që të thash ma heret. Po qa do që t'jen, mësusit me konë narar. E vërtet, po. Edhe me përkrahjet komunale, do të një muë, mi aqua transportin, mësusit me konë, mësejse tonë vinë, di qysh, ne kem një komunë, sikur me punu e sot për nestra. Hajtë, a di qysh, më falë se është gjëna me honë, sikur ma gjëpë, që i na bo sikur ata ma... Se këto sa në raciste s'po kanë qef me thonë. Po thash është gjëna, po ata kanë menu një kohë ma mëti, veç a kanë bukë për nestra. Edhe komuna jonë, deri me sot, veç kanë punue sot për nestra. Kur gjë ma shumë për mas nesis kanë menu e këta, veç a kanë me hongër sot po, hajtë. Pse komuna jonë nuk quhet, të pakten, hajde për njerëz qytetarë, hajde lejmë, s'pëdan. Po, arsimtarë tonë enën me drampat veta. 10 arsimtarë vinë herë me një kere 2. Me një kere, 2 kere vinë një, besën 5-6 vetë hypin, arsimtarët hypin, me një kere vinë në punë. Pse një qaj kështë një minibus, mjau bo në sejsiv tonë. Se leje, ajo dashtë arsimit gjithë qysh mi bon transport, po u dasht edhe atë mësusën e këti nxënësit këto që peshihet, 5 vjeç edhe ka halat tjerë nxënësa, ne mshelen si erdhen 3-4 nxënësa shkolla parashkollor, po fjala, parashkollor që shkojnë, e mshelen si erdhen 2-3 nxënësa e mshelen. Pse mshelen? Me nalë qatë mësës, me hjek pe natyre, pe detyre, që me thonë, edhe, qysh, pse ashtë po? Do me të janë gjonat që të cilat shumë që po i flesni edhe po i jep një za, për shkak se... Kërkesa janë gjona me cilat përbollen kërkesa jeme është edhe krejt shalës, bajgurës, edhe krejt shalës, komuna pak mëna këqyrë, mëna onë do përkraje. Po dojna transport, po dojna uj, po dojna dosene, mjekun, mësusin, ma të sigurë, se mësoj se tybe nuk janë këqi, mësoj se të mësojnë, i mësojnë. Nxënësat mënohen, po me takat të miratit se s'kan transport, dhe këta janë në zërë. Pse? Për fund, Hysni, a ki edhe një mesazh të fundit, kejtësisht për fund me përmbyll këtë intervistë edhe bashkëbisedë? Mesazhi është
unë zërë që e duhe katunin e mënohna mi pru ata që im kanë dalë, bilet pakten që ata që im kanë dalë pe katunin o mi kësim katunin. A menën, faqe për nërbe, a menën që kemi pru në e herë? A menën që ata që kthehen, që largohen kthehen prap? Nuk kthehen me shtë nuk kthehen, pritojnë, e vërtet. Pra, menej nëse komuna, nesa i qelë sytë e investon në për fshatrat shalës bajgurës, se jena met me shumë sene keq e mongo, po, munen më këthyje. Shehe vlavë jam, për shembull, janë nëse në smija i hinën punë, ju doft, shere smija s'mishin muhen, s'keshin me qka muhen. Edhe me u shpërngull në qytet? Po, dulen në qytet, përkosisht jenë dalë. Përkosisht, mushin me boti, qka mirë zë, mos mushin, i dohet apet me orë qëtë. Edhe ka shumë kësi, jo smija në shkollë, jo smija në shkollë, jo puna, edhe jenë braktis njerës jenë dalë poshtë në për qytete. Unë kësha thonë komuna pak mu merë me njerës të fshatrau. Edhe me fshatrat në përgjithësi për shkak se ka njerës që mujnë me zhvillu biznese, bëne një komision, unë i bëj apel komunau, bëne një komision për çdo komunë, ka një edhe qitin e për komisionet shka të hysi, këshër qaj ka punë, qa pi mungon, ujt, traktori, qatë do që ti mungon, afraja, po do me najtë që të po, afraja qatë do që i mungon. Po këtu të na nuk je, vetë për zgjedhje pak na vizitojnë edhe mo papa e kemë. Për 4 vjetë mo... Po shpesej që fjallët e tua kanë me shku në veshin e dur edhe kanë me reagu normal edhe institucionet se të ke fundit cila do parti tjetë më pushtet, do të me punu për njerëzit e saj, se na po i votojna. Po dhe me sot pak kam punue. Shpesej shumë që vjen një ditë edhe një ko. Ishallah se vallaj dhe me sot pak kam punu, që 25 vjetë, po a ka da zhjedhe në vinë që në kanë rajtë, hajde që para 4-5 vjetë e kënë që ta për dëkës mes me zgatë, kënë që të hajde u angazhum, bjellon votën, ja banën votat. 4 vjetë, qëtash mund është me po ullët, që shenë me lëqin. Në lëqina, asë, kur gjës në një mund, heq, vesh, hajtë fjallë, diçka dhe, kur gjë. Hysni, mu më vjen shumë mirë që ka njerëz si ti që kanë vendosur me punu edhe me kontribu në vanin e vetë, kryesisht në fshatin tënd. Edhe nuk e vendosur me braktis, po përkundër kushteve dhe mungesës të kushteve shumë trona, ti ke vendosur me qëndru këtu. Mu më vjen shumë mirë. Turoj shumë suksese, po shpresoj fjalët e tua kanë me shkut, që shtë thashë edhe ma herët në veshin e dur. Faleminderit, inshallah shkojnë, edhe inshallah na përkrahin masodi pak komunat se Leksh na kam përkra dhe me tash që së 25-6 vjetë që u bënën, pak na kam përkra, që shpishe senet vetë, që qërëm jetët e bujqësis, që ata ku marë që, ma pas në rëzu gjona bile, që ata ku marë vetë 300 euro ma vunë, që ta shvunë këtë, mjetët e bujqësis lëmë, dhe ishta më të lidhë ato që... Po, dhe ishte me folë pak edhe për mjetët e bujqësis, për shkak që jënë të vjetra. Jënë të vjetra, qashtë e kam edhe traktorin, hajde, kamera. E kam edhe traktorin, qashtë Hej, traktorin e vëzitjo e punoj me një traktor që i ka 60 vjetë. Po. 57 vjetë i ka traktori jem që e punoj sot. Pëlloj, apo do krahtë vëmin durët të munu me në lavër, bile shumë jenë tronë këta. Mjetët bujqësis s'kesh. Janë mjetët e bujqësis që zoti Hysni, po ankohet për shkak se janë shumë vjetra dhe nuk mëndet me punu. Edhe në rast se ka grante ose përkraj edhe prej shtetit, prej komunës. Kë mëndet me bo shumë këtë në venin e vetë. Për shkak se tu ka. Tu ki. Punëtor jam, nuk jam që s'jam i pa punëtor. Po, të pëlqen dhe po, e duhe katunin, e duhe punën e katunit, po ka donacione. Na që neve që na vynë, besa, bëndo që na vojnë e morën vesh, kur i qkepin ato në edhin. Pse po thu me nepotizë, me të njofshëm, me krejtë? Po, qaj ja pi bjen, qashtu pi bjen edhe qashtu e kum po dhe me sot. Fatke si shëndona me cilat përbole, unë dhe me sot, shihvi mi mjetët e bujqësis, me qka unë e sot punoj. Edhe këto është, më thash, duhet me konë një komision, del këqyre hysin, jo hysin, po atë hysin tjetër, atë mortezën e qa ushin tjetër. Del këqyre njerëz në përfshatra, kush qaj duhet,
që thash porësit, çaj dohet. Se ka shumë probleme. Me qa merët hysi me bujësi, ai ka mjetet, këtu jam mjetet lënë, afreja mjetet, ka i punës, mësë jep atina në banesë, unë e di njerës që kanë morë në për banesa, kanë morë mjetet e mija të bujësisë, edhe kesh përdorime, me një fjallë. Po, mëre, shumë ishë për jabë zodhe, ti. Hysni, faleminderit shumë për bisedën e sot me që shë thashtë edhe ma herët, për mu ke shumë knatësi. Faleminderit. Me kalu një ditë këto në fshatin Rashan. Sa herë dëni. Edhe po më vjen shumë mirë që i ke angazhu krejt edhe ju pëlqen edhe fëmijëve edhe bashkëshortës edhe krejtve. Po, faleminderit për josh që keni gjetë ku në orë thash prap, po të thamë edhe na keni një orë më na vizitu sa do pak, po mirë, faleminderit shumë për juve, se vallaj pak po na vinë më na vizitu, veç a ka da zgjedhë dhe neve na vinë më na vizitue. Shpresoj këto 4 vitet e arshme, kush do që të merë qëtë komunën e Mitrovicës, inshallah pak sa do pak për na përkrah neve, fermerve, bujqësise, pa marë pasysh kush do që t'jeton katon, se jena shumë munges për shumë sene, po të shohëm talme. Faleminderit edhe për juve shumë. Miqtë mi dashur, terreni sot përmbyllet këtu prej fshatit Rashan të komunës së Mitrovicës, se na shihemi kësmet prap, edhe në vazhdim po i la me u knoq me bukuritë e këtij fshati.